Për prezentimin e kamionave Rheinmetall, ta janë që dëshin një pjesë të plutës tonë që operojnë nasi forcës i mërisë zakonisht edhe përdorën për shtetje logjistike dhe për bortin e pajisjeve që janë ma pjesh patron. Janë kamiona taktik edhe që me ta na e pojna furnizimet tona logjistike deri në bazën e përparme atje ku operojnë panikonat të manevrës. Pjesës me tjenë gjatësin e ka metra, dërsin 2.55 metra, janë relativisht kamiona taktik, po që pishtron, po që janë shumë efikas edhe që për ushtri janë tak. Jemi vendos kompania Orme e Regjimentit 3 Komsërisë. Jemi vendos me automjetet e tipit OSV. Disa karakteristika të shpejta për shtu automjetet për armatimin. I përmbojnë armatim matron që posedojmë kompania jonë, armën me ekonomit kalibrit 40 mm, armën 12.7 mm edhe armën 7.62 mm. Një karakteristik interesante si automjeti është që mundesh me operu pe brenda me armën më K19 dhe me armën 12.7 mm. Në rast çfarë do rreziko, çfarë do prishet automjeti ose diçka që të jashtë funksioni, e kemi edhe armën 7.62 që është e vendos nalt, që mundet pastaj qisë që është mrena me dol edhe me gju me armën mekanike që është nalt. Që është domosdoshmë një pikë karakteristika kryesore këtij automjeti edhe në përgjithësi domosdoshmë për çdo pjesën që jena të vendos këtu. Faleminderit për punën e angazhimit. Mjeti është Bjend 4x4, është një pajisur me urdhëren automatike Aselsan 120 mm. Ka ngarkesë automatike për mbështetjet e zorrit në distancat e mesme, po ashtu edhe me mbështetjet e zorrit në distancat e drejta për kërcërinë e fushbetej. Është shumë i shpejtë, ka mbrojtje ballistike, stangeve, dyshe dhe treshi, po ashtu përbët me ekuipazh me 3 pistone dhe operatori vëzhgimit dhe ngarkues të municionit, po prezidentet dhe stabilitet të lartë për shkak të sistemit të RICO, që është i pajisur me teknologjinë më të fundit. Mjofsi moral portoj 20 mm, ka një kombinim të forcës mbrojtjes dhe për fuqësisë të saj në fushbetej dhe për regjimentin e Komsërisë dhe rri të bindshëm forcën e fushbetej. Ka kapacitet për 9 pjesëtar, përdorën kryesisht për reagim ndaj krizave, operacione speciale, mbështetje taktike për patrullim. Janë të blindura, domethënë i kalibrit 12.7 janë të blindura, përndryshe e kanë sistemin kundër brojtjes kimike, biologjike dhe radioaktive. Përndryshe kanë sistemin SARP, i cili është gjenerata e fundit e SARP-it. Këtu montohen 3 lloj kalibrash për 2 lloj, domethënë njëkohësisht me 2 lloj mundën për herë me operue, domethënë kalibri 12.7 edhe 7.62, po mundohet edhe kalibri domethënë me K19 që është 40 mm. Domethënë domethënë operon 300 gjarë shkallë njëkohësisht. Mira kësaj është që na ka lecuar punën për shkak që përpara kena bërë kondicione edhe kena dalë në terren dhe tash me këto bojna skanimin e terrenit dhe që vendosën një pikë caktuar me puna, mendojna se kena me bo rikondicion edhe ky e skanon komplet pjesën e terrenit, domethënë që na ka lecuar
shumë punën, por ndryshe sa ne mirë është që tash na nuk kena më thonë mjaftimet prej mbrëmshmit, domthonë kemi këto operimin prej mbrëmna, se ka kroni mbrëmna dhe prej mbrëmshmit operojnë pajis. Okej, faleminderit. Vazhdoni pikën tjetër. Për regjimentit parë Komsërisë, jam tetar Valdrin Alio. Këtu mbrapa i kemi llojin automjetit taktik Hanvi. Besoj se secili koleg ju ka fol për ato, unë ju flas për këto. Secili lëvdon mallin e vet, këto janë prej më të mira deri tash e keni po. Amerikanë. Këto kemi dy lloje të Hanvi, automjetin e blinduar dhe pa blinduar. Këto blinduar përdorën më shumë se po na pëlqejnë më shumë, se di asën e për çka. Këto janë domethënë prej Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shumica automjeteve janë me 4 dyrë, i kanë 4 ushtarë që i nxojnë mbrana plus një mitraler nalt mbi to. Automjeti pa blinduar peshon dikon rreth 2400 kg, ndërsa i blinduar 3600, pesha reale me pajisje normal se rritet pesha pak më shumë. Automjeti është i gjatë 4.60 metra, ndërsa i gjerë 2.60 metra. Ka motor dizel 6.5. Zakonisht automjetet domethënë janë dizajnuar për me operu në terrene taktike, që shpesheni edhe këtu. Na në regjiment parë po flas me si unë shërbej aty, që 4 vjet shërbim na ka rënë kogja shumë me dal terren edhe me punu me to. Zakonisht në për terrenet vështira që edhe jem testuar trajnimin për Hanvi kur e kem kry, edhe kështu në terrene në ushtrimet e përditshme që i kem, kanë dalë që ka rezultu shumë të mira. 762, 12.7 edhe që është atje i vendosën një granata hedh 40 mm. Kana. Po prezantimin e pjesëtarëve këtu ka punojnë, detyra e turgut brojtjes stafërt është përfshirja dhe siguria e personave rëndësishme. Përfshirja e turgut brojtjes stafërt është gjithë punë, delegacione e klina një shërbime, vazhdojnë me pas pesha, kena një formë taktikal, edhe kena ekipin këtë tim, konferentan tim, në cila domethënë forma të më afronë dhe përgjigjet më ndërtuese. Po ashtu nëse kena nevoja, kena edhe ekipin e snajperistëve, e cila na mbështet gjatë gjithë kohës. Ju është të prezentoj orën 66, është orën antitank dhe vendit kërë, me forcën tonë është nga viti 2023. Kjo orën gjatësia saj është 28 cm e hapur dhe 63 cm e mbyllur. Ka një prejë dhe cila peshon 2 kg, e tërë orën më përshën 2.5 kg. Gjatësia e rrezës veprimit saj është 350 metra dhe është efektive në 200 metra dhe kondrezit veprimit dhejtje në 40 metra. Kryesisht përdoret për linjat e lehta në frontiere, po ashtu edhe në fortifikatat e ndryshme, të cilat janë të kryetuara lehtë dhe fuqia shtypëse e saj është deri në 200 mm.
dhe i peshan 178 kg. Distanca efektive zjarret deri në 9 km. Dyta mundet me përqitje për minutë deri 15 brella dhe është efektive deri në 9 km. Gjatësia aty të shos deri në 6.000 qitje. 160 mm, reza veprimit minimale 200 metra, 1.685 mm, shpejtësia fillestare e raketës modalitetet e qitjes është quajt në rënd, quajt për pizza dhe qitjes. Kjo është mitraljeri Romi, cili është i dizajnuar se të përdoret në distancat të larta kundër pozicioneve së objekteve të fortifikuara. Këtu janë pajisjet në formatimi individual, janë kryesisht të përdorur ekipet manuale, janë fleksibile dhe mund të përdoren në ditën ashtore. Janë pajisjet e vërtimit, përpas pajisjeve për vërgim, i kemi edhe granat të hesit ose antitanket, që përdoren kryesisht në distancat të afërta, po për distancat më të larta i kemi udhëhen 6 edhe me kë 19. Me maska dhe gjithashtu automjetet me cilat operojnë në të bashkëditën edhe me tank dhëmbe që të talit. Gjithashtu, për pas elementeve tjera, gjithashtu e kemi edhe elementin e qërteve civile që gjithashtu edhe ka zhvillu një aktivitet për pjesëmarrje se të aktivitet të mëzit. Okej, lera në apje gazetar Shpejtimi urban të cilat e pajisjet të cilat i kemi përpjurë në Republikën e Shqipërisë, në Republikën e Turqisë, si dhe operacione brenda. Vetëm një